jemi rritë bashkë gjithë, edhe e kem kaluar një periudhë më të vështirën, herët bashkë, se vija e luftës, vija e frontit Baballaq është e para, është vija e parë, vijat e para të luftës. U bën shumë vjetë, po kur se harroj, pra një lidhje që ndodhi, një angazhimi përbashkë që ndodhi, edhe filloj me një entuziazëm, me një bindje, me një shpresë se lufta e fillume, do ta sjellë lirin. Pra, Baballaq, faleminderit sot, faleminderit për mot, faleminderit për jetë. Njëkohësisht, gjitha këto vendbanime, që e dini, pra, krejt linja, kështu breg rrugë, ka qenë vi lufte, edhe ka qenë vi shumë e vështirë luftës, për shkak se dihet qëllimet ishin kundërta. Edhe unë po ju them kështu familjes, sot është festë për faktin se vërtet djali i juaj, djali jon, bashkëluftari jon, i ram për liri, në fushë nderit, sot po kthehet në shtëpinë e vet, po kthehet te bashkëluftarët e vet, edhe ky rivarrim, pra është një lloj lehtësimi për gjithë ne. Njerëz të kanë kuptuar cila është lavdia e luftarit shqiptar, cila është lavdia e ushtarit të Shqipërisë, të Kosovës. Mirë po jetojmë mes dy botëve. Në kohë kur kem pas nevojë për këtë liri, janë gjend burra e gra, sikur agronin që po rivarosim sot, që i kanë dalë zot këtij vendi, e deri në ditën e sotme ku këto vlera jo që ndoshta e kanë ata që e meritojnë, atë respektin e duhur. Para sot ditëve, para atë ditën e kem pas një rivarim të tillë, edhe në Jablanic, sot një rivarim në Baballaq për luftarin, për dëshmorin Agron Gjoci, e që po na jep një mesazh gjithë neve, sa vështirë, sa zërshme, dhe sa shtrejt ka qenë me jetu këtë ditë të lirë, me atë krenarin tonë, me rritë fëmin, me atë krenarin tonë. Lavdi Agronit, shpresoj që edhe avnia shpejt do bashkohet me bashkëluftarët e vetë dëshmor në këtë kompleks. Pas me shumë se 27 viteve, pritje të pashuar, pas me shumë se 27 vite dhimbje, që nuk e treta, ose dhimbje që gjithmonë është në poshtë, në krenarin që nuk e përkoll, sot po rivarrosim me nderimin më të larta dëshmorin, birin e kësaj toke, në tokën e Kosovës lirë, që deshti atë shumë, të për cilin nda gjithçka. Janë 27 vite ankthi, shprese, por edhe qëndrese dinjitoze për familjen Gjocaj dhe për gjithë bashkëluftëtarët e Agronit. Vitet në cilat familja mbajti gjallë emrin, kujtimin dhe dignitetin e tij, duke mos lejuar që arresat të mbulojnë sakrificën. Agron Gjocaj u zhduk padrejtësisht. Gjatë luftës, por asnjëherë nuk u zhduk nga zemrat e familjes, nga zemrat tona.